بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Krijuesi pa modeli qiejve I tokës, a mund këtë fëmijë ai që nuk ka grua dhe që vetë ka krijuar gjithçka? Ai e di plotësisht gjithçka. Dhalikumullah rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli shay fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Ky është Zoti juaj, s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç atij. Ai është krijuesi çdo gjëje, pra atë adhuroni sepse ai është ruajtës për çdo send. La tudrikhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir. Ata nuk e rokin syt, por ai rok e I sheh syt e gjithë botës. Ai është bamirës dhe I ditur. Shpjegime. Ata nuk e rokin syt, kuptimi, kur e shohin Zotin të dashurit e vet, nuk e rokin dot me sy, bukurinë e madhërisë së tij në të katër anët. Ktu ka një çështje me rëndësi në të cilën kanë konflikt ehli sunneti me mu'tazilët. Çështja është kjo, a mund shihet vetja e Zotit? Ehli sunneti thon po. Mund shihet vetja e Zotit, mendja ta merr se ajo shihet, sipas ajeteve të Kuranit të madhëruar dhe sipas fjalëve të shenjta të pejgamberit. Zotin do ta shohin besimtarët pasi të hyjnë në xhenet dhe kjo për ata do të jetë kënaqësia më e madhe të gjithë të mirave të atjeshme. Mu'tazilët thanë, nuk mund shihet vetja e Zotit, për këtë ata mbështeten në ajetin e mësipërm, prandaj duhet dhënë një shpjegim për këtë çështje. Ehli sunneti thanë se fjala idrak që del prej fjalës së shenjtë të ajetit la tudrikhu tregoi me pa një gjë duke e përmbledhur atë në të katër anët, por mu'tazilët thanë se kjo fjalë do thotë me pa. Prandaj fraza la tudrikhu al-absar si dhe fjala absar është prur e shquar sipas rregullit arabishtes me elif lam e përfshin të gjithë syt. Domethënë veten e Zotit nuk e shohin syt, nuk e shohin gjithë syt, as në dynja, as në ahiret. Ehli sunneti u thon atyre, e zëm se fjala idrak dhe elif lami që është në fjalën el-absar është në atë kuptim që jepni ju, por në atë frazë nuk ka ndonjë shenjë që tregoj se atë nuk e shohin syt as në dynja, as në ahiret. Nga e nxjerrni ju mos shikimin e tij as këtu e as atje. Kjo ishte e para. E dyta, sipas kuptimit që jepni ju asaj fraze, përsëri merret vesh se mundet dhe mendja e rok se shihet vetja e Zotit, sepse kur ju thoni se veten e Zotit nuk e shohin të gjithë syt, vetveti u del se Zotin e shohin disa sy. Për shembull, kur themi se këtu s'kan ardhur të gjithë të ftuarit, marrim vesh se kanë ardhur disa të ftuar. Kur thuhet se Muhamedi nuk I besuan të gjithë arabët, nën kuptohet se ati kanë besuar disa arab. Pra edhe sikur të merret në atë kuptim që japin mu'tazilët asaj fraze, vërtetohen fjalët e ehli sunnetit. Por ai përfshin e I sheh syt e gjithë botës, kuptimi. Megjithse madhërinë e Zotit s'mund ta shohin syt në të katër anët, ai sheh syt e botës fundemaj. Ati nuk I mbetet asgjë e fshehtë. Ai është bamirës dhe I ditur. Kuptimi. Zoti është mëshirues I robëve të vet. Ai u jep atyre më tepër se sa meritojnë dhe nuk I detyron me punë që nuk ja kanë fuqinë. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Me të vërtetë u kanë ardhur dokumenta ose ajete kuranore prej Zotit tuaj, pra kushdo që t'i shoh ato të shfaqsohet me ato, dëmin e ka për vete, sepse unë nuk jam roje mbi ju. Kuptimi, I dashurim, thua ju atyre o idhujtar, për ju ka mbetur shteg vetëm të thoni se nuk dinim gjë, prandaj nuk besuam. Jo, ju s'mund thoni kështu sepse te ju kanë ardhur aq ajete prej Zotit sa ju t'i shihni të ta kuptoni të vërtetën, prandaj nëse e shihni të drejtën dhe e ndiqni atë, dobin e keni për veten tuaj, e nëse nuk e shikoni atë, si të verbrit që nuk shohin gjë, dëmin e keni po për veten tuaj, sepse unë nuk jam roje dorëzan që t'ju fus juve përdunisht në udhën e vërtet. Wa kedhalika nusarrifu al-ayati liyaqulu daraste wa linubayyinehu liqaumi ya'lamun. Ja, kështu I tregojmë ajetet lloje si ato që treguam më parë, që të thanë ty I ke nxënë prej ndonjë mësuesi dhe që t'ua bëjmë ato të dukshme asaj kategorie njerëzish që din. Shpjegime. Në tefsirin e Hazinit thuhet se zbritja e ajeteve ka qenë fatkeqësi për disa njerëz, të cilët me shpifje të drejtë për drejtë I kanë thënë pejgamberit, ti ke mësuar këto prej dikujt dhe na I tregon neve si ajetet ardhura prej Zotit. Por zbritja e ajeteve ka qenë edhe lumturi për disa të cilët u besuan atyre dhe Zoti I ka lavdëruar ata duke thënë, kështu I tregojmë ajetet që ato t'ua bëjmë të dukshme njerëzve që din. Ibn Abasi thotë se shpifjet e mësipërme I kishin bërë disa banor të Mekës, për shkak se ishin bërë mysliman dy grek të robëruar që quheshin Yasar dhe Hayir. Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikin. Ndiq ato dispozita që të kanë ardhur ty nga ana e Zotit tënd, s'ka tjetër të adhuruar veç atij, ktheu shpinën, mos u avërveshin fjalëve të mushrikëve dhe mos u mërzit, sepse walau sha Allahu ma ashraku wa ma ja'alnaka 'alayhim hafidha wa ma anta 'alayhim biwakil.
Nëse Zoti do të dëshironte, ata nuk do t'i vinin shok Zotit. Ne me madhërinë tonë nuk të kemi bërë ty ruajtës për ata dhe ti nuk je më këmbës i tyre. Shpjegime. Fahri Raziu thot se ky ajet është si përgjigje fjalës së qafirëve kur i thoshin pejgamberit ton: ti e ke mësuar Kur'anin prej njerëzve, pastaj na e tregon neve sikur të është zbritur nga ana e Zotit dhe do të na mbushësh mendjen, por ne nuk të besojmë ty. Zoti si përgjigje të këtyre fjalëve i thot pejgamberit: i dashuri im, le të mos të trondoj ty mohimi i qafirëve dhe mos u avërveshin fjalëve të tyre, sepse nëse ne do të kishim dashur, t'u hiqnim atyre mohimin, do t'u hiqnim, por i kemi lënë në mohimin e vet. Pra mos e mbaj mendjen te fjalët që ata t'i ngjisin ty pa të drejtë, sepse ti nuk je ruajtës e mëkëmbës i tyre. Ti ke detyrë vetëm t'u tregosh atyre udhën e drejtë. Nëse ata e përqafojnë atë rrugë, dobinë e kanë për vete, nëse nuk i pranojnë fjalët tuaja, dëmin e kanë për vete. Kurse ti, pasi ta ke shkryer detyrën tënde, mos u shqetëso. Zoti e porositi pejgamberin që të mos mërzitej prej fjalëve të qafirëve, për ta porositur edhe që të mos i shaj idhujt e tyre, sepse bëhet shkak që edhe ata ta shajnë Zotin e vërtet nga padia. Urdhëron e thot: "Wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allaha 'udwan bighayri 'ilm, kadhalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Mos i shani idhujt që ata adhurojnë veç Zotit, sepse atëherë edhe ata e ka përcin kufirin dhe shajnë Zotin nga padia. Ja kështu, ashtu siç ju a kemi hijeshuar juve fen islame, ja kemi stolisur çdo popull i punët e veta, dhe vetëm te Zoti do të shkojnë ata dhe atëherë ai ju a tregon atyre punët që kanë bërë. Shpjegime. Fahri Raziu thot se ky ajet në dukje na e ndalon sharjen e idhujve, por në të vërtetë është një ndalim për të mos sharë Zotin, dhe do të thot mos bëni që qafirët ta shajnë Zotin duke u sharë atyre idhujt. Edhe pse përbuzja e idhujve është një punë e mirë kur je në një pozitë në të cilën idhujtarët shajnë Zotin, është më mirë të mos u ashash atyre idhujt. Turqit kanë një proverb që thot: mos i quaj me gur të pëgërin sepse të çiklon ty. Prej ajetit nënkuptohet se lejohet të lihet el emru bil maruf, urdhërimi në të mirë dhe ndalimi nga të këqijat, kur ta pret mendja se shkakton ndonjë punë më të keqe se ajo që është duke bërë ai tjetri.